Bismillahirrahmanirrahim. Allahun e falenderojmë për shëndetjet tona të sinqerta, ambivulën e gjithë pejgamberëve, Muhammedin sallallahu alaihi wasallam dërgojmë në familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi të gjithë ata që ndjekin dhe pasojnë këtë rrugë deri në ditën e Kiametit. Të nderuar vëllezër, vazhdojmë me mësimet tona, shoqëria që ndryshoi botën, pejgamberi alayhi salatu wasalam dhe shokët e tij. Të nderuar vëllezër, kemi ardhur tek tregimi i pestë apo tek ndodhia e pestë se çfarë kishte ndodhur mes pejgamberit alayhi salatu wasalam dhe nënës së besimtarëve, pra gruas së tij Aishës radhiyallahu anha. Dhe para se të tregojmë ndodhinë e pejgamberit alayhi salatu wasalam me Aishën, është e udhës që pak të kemi informacione apo ta njohim se kush është nëna besimtarëve Aisha radhiyallahu anha. Pra Aisha radhiyallahu anha është e bija e Ebu Bekrit, pra e Sidikut, pra të sinqertit. Ajo i përkiste prej degës më bujarë dhe më fisnike, pra lozës së fisit Kurejsh, ishte ndër gratë më të dishme të këtij ummeti, e cila ka transmetuar hiç më pak se 2200 hadithe të pejgamberit alayhi salatu wasalam, ndërsa nëna e saj ishte Ummu Rumman, pra prej fisit Kinan. Aisha radhiyallahu anha vëllezër ka lindur në Islam, sepse e vet e tregon, ku thot se unë kur nuk e kum parë babën tim apo prindërit e mi ndryshe veçse duke praktikuar fen Islam. Ebu Musa al-Ashariu radhiyallahu anhu tregon se sa thot që kena pas ndonjë mospajtueshmëri për ndonjë çështje, ktheheshim tek nëna besimtarëve Aisha, e cila e zgjidhte atë çështje. Po ashtu dhe Zubair ibn Awami radhiyallahu anhu thot, pra kur tregon për vlerën dhe diturinë e Aishës radhiyallahu anha, thot se ajo ishte njeriu më i ditur në hadith, njeriu më i ditur në Kur'an dhe njeriu më i ditur në poezi. Pra Aisha radhiyallahu anha vëllezër ka marrur diturinë prej pejgamberit alayhi salatu wasalam, si brenda shtëpisë, po ashtu dhe jashtë shtëpisë së pejgamberit alayhi salatu wasalam. Dhe nëse do të mblidhej e gjithë dia e grave të pejgamberit alayhi salatu wasalam, nuk do të krahasohej me diturinë që mbarte nëna besimtarëve pa Aisha radhiyallahu anha. Pra dituria e Aishës do të bizotronte mbi dijen e grave të pejgamberit alayhi salatu wasalam. Pra Aisha është nëna besimtarëve, ashtu siç janë edhe gjitha gratë e pejgamberit alayhi salatu wasalam nëna të besimtarëve, siç dëshmon fjala e Madhit Zot tek surja Ahzab, ajeti numër 6, ku thot Allahu Azza i dërguari është më i afërt për besimtarët se sa ata për një tjetrin, gratë e tij janë si nënat e tyre. Pra pejgamberi alayhi salatu wasalam vëllezër e ka dashur Aishën më shumë se sa gratë tjera. Dhe këtë dëshmon hadithi i Amr ibn Asit radhiyallahu anhu, që e gjejmë tek Imam Buhariu, ku Amr ibn As tregon dhe thot se njëherë i dërguari i Allahut më ka dërguar si komandant të një ekspedite. Pas mbarimit të asaj ekspedite jam kthyer dhe kam shkuar tek i dërguari i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dhe i kam pyetur dhe i kam thënë: "O i dërguari i Allahut, kush është njeriu më i dashur?" Pejgamberi alayhi salatu wasallam tha: "Është Aisha." Por prej burrave tha: "Është pra babai i saj Ebu Bekri." Pastaj kush? Tha Omeri radhiyallahu anhu, dhe i dërguari i Allahut filloi duke i radhitur apo i përmendur edhe disa burra të tjerë. Pra Aisha radhiyallahu anha vëllezër është shquar mbi të gjitha gratë tjera përmes të cilësive të saj, të cilat vetë ka treguar i dërguari i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam për të, siç ka ardhur hadithi tek Imam Buhariu me numrin dorë 3770, ku i dërguari i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam flet për Aishën duke thënë se vlera e Aishës kundrejt grave të tjera është sikur se vlera e theridit kundrejt ushqimeve të tjera. Pra therid është një prej llojeve të ushqimeve. Pra i dërguari i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka treguar pozitën dhe vlerën e Aishës. Dhe kjo vlerë duhet bazohet dikun. Duhet kemi ndonjë argument për këtë vlerë të veçimit dhe të pozitës së Aishës radhiyallahu anha. Dhe këtë gjejmë tek fjala e Allahut subhanahu wa taala, siç tregon pra vetë i dërguari i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, sepse Aisha radhiyallahu anha ka qenë e vetmja grua apo e vetmja nën e besimtarëve te cila Xhibrili ka ardhur me shpallje, përderisa ajo ka qenë në shtrat apo në dhomë me
pejgamberin alayhi salatu wasalam, pra kanë qenë në të njëjtën mbulesë me të dërguarin Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Dhe i dërguari i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, hadithin e Imam Buhariut që transmeton Abu Salama, ku tregon për Aishën radhiyallahu anha, dhe thot i dërguari i Allahut i thash Aishës: "Oj Aisha, Gjibrili po t'jep selam." Oj Aisha, Gjibrili po të përshëndet. Dhe Aisha radhiyallahu anha thot i thash: "Edhe mbi të qoftë paqja, mëshira dhe bekimi i Allahut." Dhe i tha Aisha radhiyallahu anha profetit Zotit: "O i dërguari i Allahut, ishe disa gjëra të cilat unë nuk i shoh." Ndërsa pejgamberi alayhi salatu wasalam i është drejtuar pra Ummu Salamës, pra gruas së tij, duke thonë: "Oj Ummu Salame, mos ma prek apo mos më prek në Aishën, betohem në Allahun se nuk ka ndodhur që të më vije shpallja duke qenë nën një organ me dikën prej grave tjera, përveç se të isha me Aishën radhiyallahu anha." Dhe këtë hadith e gjejmë tek Imam Buhariu. Pra Aisha radhiyallahu anha e ka pyetur pejgamberin alayhi salatu wasalam dhe i ka thonë: "O i dërguari i Allahut, cilat janë gratë tua në xhenet?" Pejgamberi alayhi salatu wasalam i ka thonë se ti je njëra prej tyre, sepse kështu thot më ka thonë apo më ka lajmëruar Gjibrili alayhi salatu wasalam, dhe i ka thonë Gjibrili të dërguarit të Allahut: "Aisha është gruaja jote në dunja dhe në xhenet." Hadithi është tek Imam Tirmidhiu dhe hoxha e Islamit Imam Albani e ka saktësuar në El Mishkat me numrin dorë gjatëni 82. Pra Aisha radhiyallahu anha vëllezër ka qenë prej grave më të bekura për muslimanët. Dhe ajo vetë tregon një hadith që është pak më i gjatë, mirë po do ta shkurtojmë. Aisha tregon, thot se një herë kam huazu prej motës time Esmas një bylyzyk. Dhe pastaj thot ato e kisha humbur. Kështu që i dërguari i Allahut i dërgoi disa prej shokëve të tij për ta kërkuar. Ndërkohë ata, thot Aisha radhiyallahu anha, i zuri koha namazit dhe nuk kishte ujë për t'u abdesuar. Andaj thot janë falur pa abdes dhe kanë shku dhe janë anku tek pejgamberi alayhi salatu wasalam se për shkak të kërkimit të bylyzikit të Aishës ka ndodhur që domethënë të falemi për pa abdes, mirë po në atë moment, pra në atë kohë, Allah subhanahu taala kishte zbritur pra ajetin e Tejmumit, ku thot i Madhi Zot tek sura 43: "Nëse nuk gjeni ujë, atëherë thot fërkoni fytyrat e juaja, fërkoni duart e juaja me dhe të pastër." Usaidi radhiyallahu anhu, është Usaidi ibn Hudayr, transmetuesi i këtij hadithi, thot Allahu të shpërblefti, drejtohet Aishës radhiyallahu anha, sepse betohem në Allahun se sa herë që të ka ndodhur ty diçka, për herë Allahu të ka bërë rrugdalje dhe në të ka bërë mirësi për të gjithë muslimanët. Kur është smuv Aisha radhiyallahu anha, pra Ibn Abasi ka shku dhe i ka vizitu dhe është drejtu Aishës radhiyallahu anha duke thonë: "O nona besimtarëve, thot ti po shkon tek të sinqertit, të cilët kanë paraprir ty, pra tek burri yt i dërguari i Allahut Muhamedi alayhi salatu wasalam dhe tek babai yt, pra Ebu Bekrit." Këtë hadith e gjejmë tek Imam Buhariu dhe hadithin paraprak për Tejmumin e gjejmë tek Imam Buhariu. Aisha radhiyallahu anha vëllezër ka vdekur në vitin 58 të hijretit, në moshën gjatë 3 vjeçare në Medinë dhe është varrosur në varrezat e Bekijës. Pra sadopak kjo ishte ajo çfarë kanë treguar për Aishën radhiyallahu anha, ka shumë dobit, virtytet, mësimet që përfitohet prej Aishës radhiyallahu anha, mirë po u mundova disa prej tyre me i përmend. Edhe tani o vëllezër do t'rregojmë ndodhinë e pejgamberit alayhi salatu wasalam me Aishën, dhe ky hadith është tek Imam Muslimi. E gjejmë pra tek Imam Muslimi, Muhammed ibn Qais radhiyallahu anhu një ditë ju that pranishve: "A doni t'ju tregoj për veten dhe nënën time?" Pranishmit menduan se ai do të fliste për nënën e tij, ndërsa ai ju drejtu pra pranishve dhe ju tha se Aisha ka thonë: "A doni t'ju tregoj për veten time dhe për të dërguarin Allahut?" Dhe ne, thot ky sahabi, pra transmetuesi i hadithit, i tham: "Po si jo, o nëna besimtarëve." Thot një herë kur pejgamberi alayhi salatu wasalam e kishte radhën që natën ta kalonte tek unë, u kthye, i hoqi rrobat e tij, i zbati nallet e tij dhe i la të këmbët e veta. Pastaj vazhdon: "Kurse thot skajin e izarit e shtriu në shtrat dhe u shtri."
nuk qëndroi gjatë I dërguari Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam derisa mendoi se unë kam fjetur dhe pastaj u ngriti I dërguari Allahut prej shtratit të tij, u vesh I dërguari Allahut, pastaj hapi derën ngadalë, e mbylli derën ngadalë dhe I dërguari Allahut doli prej shtëpisë pa më trazuar prej gjumit. Dhe pastaj thot Aisha radiallahu anha, kur e parë se I dërguari Allahut doli, thot u zgjova prej shtratit, I vesha rrobat e mia, e mbulova kokën time dhe shkova pas pejgamberit alayhi salatu selam. Shkova pas pejgamberit alayhi salatu selam, ndërsa I dërguari Allahut thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam shkoi tek varrezat Bekia, qëndroi në këmbë, I ngriti duar 3 herë dhe pas kësaj thot u kthyi I dërguari Allahut për shtëpi, thot u ktheva dhe unë, I dërguari Allahut thot nxitoi vrapin për me ardh në shtëpinë, thot nxitova edhe unë, ndërsa thot unë e parapriva pejgamberin alayhi salatu selam dhe arrita ty brenda në shtrat para të dërguarit Allahut Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Kur u shtrina, I dërguari Allahut më tha, çfarë ke o Aisha? Pse e mbushur frym? I thash asgjë. Dhe pejgamberi alayhi salatu selam drejtua dhe më tha, a do të më tregon ti apo do të më tregon ai I cili din sekretet dhe I din hollësit? I thash, o I dërguari Allahut, sakrifikofsha babë dhe nën për ty dhe e tregoj ndodhin se çfarë ka ndodhur pra mes ti dhe gruas pra vet Aishës radiallahu anha, dhe I thot profeti Zotit, a ti ke qenë një gjë e zezë të cilën e kum pa para vetës? I thash po. Dhe I dërguari Allahut pra e ka prek pak në gjoks Aishën radiallahu anha dhe thot mendova thot se Allahu, a mendove se Allahu dhe I dërguari I tij të bëjnë ty padrejtësi? Dhe vazhdon duke thonë, sado që njerëzit fshehin, dije se Allah e dijat. Dhe po ashtu mendova e Aisha, dhe I thot pejgamberi I Zotit, sot Gjibrili thot e Aisha, më ka ardhë dhe kur më pa se jam I shtrirë me ty, më ka thirë nga dalë fshehur azin nga ti, andaj do të unë jam përgjigj. Edhe unë ku mendua e Aisha si ti ke fjetur, dhe nuk kum pas dëshirë që ty me të zgju prej gjumit, sepse kum pas frikë që ti pastaj të ndihesh e vetmuar. Gjibrili më ka thonë se Zoti yt të ka urdhëruar që ti me shku tek banorët e Bekijës dhe tek pra varrezat e Bekijës dhe me kërku falje për ta. Dhe pastaj Aisha radiallahu anha ju drejtu pejgamberit alayhi salatu selam dhe I tha, o I dërguari Allahut, çfarë duhet të themi kur ne shkojmë tek varrezat? Dhe I dërguari Allahut Muhammedi sallallahu alaihi wasallam ja mësoi lutjen thuaj, paqja qoftë mbi ju, banorët e këtij vendi nga rradhët e besimtarëve dhe muslimanëve. Allah I falt ata që kanë shkuar prej nesh dhe ata të cilët do të shkojnë, edhe ne ndoshta Allahu do të bashkohemi me ju. Pra, ky hadith I pejgamberit alayhi salatu wasalam është tek Imam Muslimi me numër në dorë 974. Pra, kjo ishte ndodhia mes pejgamberit alayhi salatu wasalam dhe nënës së besimtarëve, pra gruas së tij Aishës radhiyallahu anha. Të nderuar vëllezër, shkurtimisht me shpjegu këtë hadith të pejgamberit alayhi salatu wasalam apo të kësaj ndodhie para se t'i kthehemi dobive dhe mësimeve që përfitohet nga kjo ndodhi, është se Aisha radiallahu anha tregon vetë çfarë ka ndodhur mes tij dhe pejgamberit alayhi salatu wasalam. Pra kur I dërguari Allahut e ka pas radhën me ndajt natën, me kalu natën me Aishën radiallahu anha, dhe pasi që është mbulu profeti I Zotit, ka ardhur urdhër prej Allahut nëpërmjet Gjibrilit që I dërguari Allahut mu ngrit edhe me shku me u lut tek varrezat Bekije. Me lut Allahun për falje për banorët e Bekijës, pra të vdekurit të cilët janë varrosur mu aty. Dhe Aisha radiallahu anha ka mendu diçka tjetër. Ka mendu se mos ndoshta I dërguari Allahut po shkon dhe pelen radhën që e ka pas me flajt me Aishën, mos ndoshta I dërguari Allahut po shkon tek ndonjë grua prej grave të tij. Për atë dhe Aisha radiallahu anha është ngrit dhe e ka njeh pejgamberin sa. Pra që në start fillimisht ka pas mendim jo të mirë për veprën e pejgamberit alayhi salatu wasalam dhe e ka njeh profetin e Zotit, dhe kur e ka pas I dërguari Allahut ku ka shku tek varrezat
sepse kështu ka qenë i urdhruar prej Allahut subhanahu wa taala, me shku me i vizitu varrezat bekie, mu lut dhe me kërku falje për to. Për atë dhe i dërguari Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, kur i ka ardhur prej Zotit, nuk ka prit, po me vrap, me shpejtësi ka dal prej dhomës, dhe me shpejtësi është kthyer edhe në dhomë, tek dhoma e Aishës, që mos të ndihet e vetme Aisha radiallahu anha. Mirë po këtu Aisha shumë e zgjuar, dhe në fund i thot profetit Zotit, o i dërguari Allahut, nëse ne shkojmë dhe i vizitojmë varret, çfarë themi ne? Dhe i dërguari Allahut Muhamedi alayhi salatu wasalam ja mëson Aishës pra lutjen edhe doan se çfarë duhet thohet kur njeriu shkon për të vizituar varrezat. Shtrohet pyetja vëllezër se a është e lejuar që gratë me i vizitu varret? A lejohet që gratë me shku dhe me vizitu varret? Fillimisht ka ardhur ndalimi i vizitës së varreve. Edhe pastaj kjo ndalesë është abrogu me lejimin e saj. Siç ka ardhur hadithet tek Imam Muslimi, po ashtu e kemi hadithin edhe tek Abu Davudi, ku i dërguari Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam thot: "U pa të ndaluar vizitën e varreve, por tash e tutje vizitoni ato, sepse thot vizita tyre u përkujtojnë juve botën tjetër." Pra, nëpërmjet këtij hadithi, çfarë kanë thonë ulemat e vëllezër? Ka thonë ky hadith është i përgjithshëm. Nuk është hadith që i veçon vizitën e varreve vetëm për burra, por thotë është hadith i përgjithshëm që i vlen edhe për burra edhe për gra. Pra, hadithi vlen për të dy gjinit. Mirë po ajo çfarë nuk pëlqejet dhe është ndaluar, shpeshtimi i shpesht i vizitës së varreve nëpërmjet shpeshtimi i shpesht i vizitës së varreve nga ana e grave. Edhe këtu kemi ndalesë, siç ka ardhur hadithi tek Imam Buhariu, tek Imam Ibn Majah Tirmidhiu, dhe Hoxha e Islamit Imam Albani e ka vlerësuar prej haditheve të sakta se i dërguari Allahut ka thonë: Allahu i ka mallkuar ata gra që i shpeshtojnë vizitat e varreve. Allahu i ka mallkuar ato gra që i shpeshtojnë vizitat e varreve. Që do thotë se lejohet për gratë ngajherë me shku dhe me i vizitu varret, sepse vizita u përkujton atyre vdekjen, vizita u përkujton atyre ahiretin, pra botën tjetër. Mirë po, nuk lejohet përcjellja e xhenazës nga ana e grave. Këtu kemi ndalesë. Hadithin e kemi tek Imam Buhariu me numër dorë 1278, që e transmeton pra Umuatia, thotë se na është ndaluar femrave përcjellja e xhenazës. Pra i dërguari Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e ka ndaluar që gratë me i përcjell xhenazën, ndërsa sa i përket vizitës, pra nuk ka të keqe nëse gratë shkojnë dhe i vizitojnë pra varret. Të nderuar vëllezër, prej dobive dhe mësimeve që ne përfitojmë nga hadithi apo nga ndodhia e pejgamberit alayhi salatu wasallam me Aishën janë të shumta. E para është respektimi ndaj grave të pejgamberit alayhi salatu wasallam, duke i thënë atyre nëna e jona, apo nëna e besimtarve. Sepse kështu sahabiu radiallahu anhu, kur e tregoi hadithin e gjatë të pejgamberit alayhi salatu wasallam, çfarë tha? Atë që tregoi për nënën e që kishte për qëllim Aishën radiallahu anha, e kishte për qëllim nënën e besimtarëve, pra gruan e pejgamberit alayhi salatu wasallam, Aishën radiallahu anha, duke u bazuar edhe në ajetin tek sura Azab 6, ku thot gratë e tij janë si nënat e tyre. Dobia dytë është butësia dhe dashuria e pejgamberit alayhi salatu wasallam ndaj familjes së tij. Shihni se sa i butë dhe sa i lehtë dhe sa i arsyeshëm dhe sa i dashur ka qenë i dërguari Allahut ndaj familjes së tij. Si kështu ka dalë prej dhomës së Aishës pa bo zhurmë hiç, pa u marrë vesh hiç, i ka vesh rrobat pa bërtim, e ka mbyll derën pa zhurmë hiç, edhe ka dalë prej dhomës së Aishës duke mos ja prishur zhurmin Aishës. Mirë po Aisha radiallahu anha thanë ka qenë zgjut dhe e ka përcjell veprimin e pejgamberit alayhi salatu wasallam. Pastaj ajo e ka ndjek të dërguarin Allahut se ku po shkon, duke paragjykuar, duke pas mendim të keq se mos ndoshta i dërguari Allahut natën që ka pas me nejt me to, mos ndoshta po shkon tek ndonjë gru prej grave të tij. Dobia tjetër është vëllezër se prej mirësive dhe dobive që i përfiton robin këtë dynjë dhe në botën tjetër është vizita e varreve.
Dhe kjo vizit duhet bëhet me qëllim të përkujtimit të vdekjes dhe me qëllim të përkujtimit të ahiretit, dhe robi shpesher duhet me përkujtu vdekjen, sepse ka ardhur në hadith të pejgamberit alayhi salatu wasalam, ku thotë i dërguari i Allahut, përkujtojeni shkatrusin e lezeteve. Dhe i kanë thonë, o i dërguari i Allahut, kush është shkatrusi i lezeteve? Ka thonë pejgamberi i Zotit, shkatrusi i lezeteve, ka thonë, është vdekja. Andaj robi duhet shkon të viziton varret dhe të lutët, pra të lutë Allahun, të kërkon falje për ta, pra me mëshirë dhe rahmet, me i gradu me xhenet, mi falë mëkatet e tyre, sepse kështu pejgamberi alayhi salatu wasalam, pra kur ka shku tek varrezat Bekia, i ka ngritur duar dhe është lutur për ta. Dobia tjetër është, vëllezër, se lejohet ngritja e durve kur ti i lutesh Allahut për të vdekurit të cilët janë të varrosur në varreza. Mirë, po duhet me pas kujdes. Ngritja e durve duhet me kon në drejtim të kiblës dhe jo në drejtim të varrit. Drejtim të kiblës, pse? Sepse mund ndodhë që dikush me të pa ty, nëse ti nuk je drejtu tek varri, drejtim të kiblës, i ke ngrit duar drejtim të kiblës, që ku të kalon dikush tjetër, nëse ti je duke e bë këtë vepër në drejtim të varrit, ngritjen e durve në drejtim të varrit, dikush tjetër mendon se ti je duke e lutur varrin. Pastaj për me ik para gjykimit, kështu duhet veprohet, pra, sepse kjo është urdhër i pejgamberit alayhi salatu wasalam, pra, mu kthy në drejtim të kiblës, mi ngrit duar dhe me lut Allahun e lartësuar për falje, rahmet dhe mëshirë për ta. Edhe kështu i dërguari i Allahut disa herë pra është lutur duke ngritur durt, saqë ju kanë pa të bardhurat e nësqetullave, kur i dërguari i Allahut është lutur, e ka lutur Allahun për ndihmë kundër idhujtarëve në betejën e Bedrit. E dini se disa herë i ka rënë pra gjybja prej krave, dhe Abu Bekri radhiyallahu anhu ja ka vendosur, po ashtu edhe në betejën e Uhudit, e Ahzab, shumë beteja pejgamberi alayhi salatu wasalam, pra i ka ngritur duart ka qielli dhe e ka lutur Allahun e lartësuar për ndihmë. Dobia tjetër është, vëllezër, se në hadith shihet qartë dallimi i veshjes së gruas kur është mbështrat me burrin edhe kur është jashtë, domethënë dhomës, sepse Aisha radhiyallahu anha pra u ngrit, e veshi rrobën e saj, e veshi zarin e saj, pastaj vendosi pra shamin mbi kokën e saj dhe doli prej shtëpisë së saj për ta përcjellur pejgamberin alayhi salatu wasalam. Dhe kjo duhet jetë pra shembull për neve që se si duhet jetë gruaja brenda shtëpisë dhe si duhet jetë gruaja jashtë shtëpisë. Dobia tjetër është, vëllezër, është xhelozia, e cila është një ndjenjë natyrale të gratë, dhe kësaj xhelozie nuk kanë mundur me ik as gratë e pejgamberëve. Sikurse ndodhi me nënën e besimtarëve Aishën radhiyallahu anha, mendoi se i dërguari i Allahut u largu prej dhomës saj dhe shkoi tek një prej grave të tjera, ndërsa natën apo ditën e ka pas me Aishën radhiyallahu anha. Dobia tjetër është se nganjëherë nuk ka të keqe me prek pak gruan ka kratë, se kështu i dërguari i Allahut e ka prekur Aishën kur ka treguar arsyeën pse e ka ndjekur profetin e Zotit, dhe i dërguari i Allahut pra e ka prekur me dorën e tij dhe i ka treguar se ajo se çfarë ti mendon, pra nuk është ashtu, por qëllimi i daljes time ka qenë urdhër prej Allahut subhanahu taala. Dobia tjetër është edhe arsyetimi dhe sharrimi i burrit. Pra nëse gruaja të pyet dhe kërkon prej teje me ditë pse e bone që të veprim, ose ku ke, ose pse nuk e bone, pra nuk ka të keqe robi me i tregu, dhe e ka për detyrë mu sharru dhe me i tregu, sikurse veproi pejgamberi alayhi salatu wasalam kur Aisha radhiyallahu anha pra e pyeti dhe i dërguari i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i tregoi, dhe kjo bëhet me një qëllim kryesor, dhe qëllimi kryesor është largimi i dyshimit apo largimi i shqetësimit të gruas, e cila mund të ketë vetveten e vet. Dhe kështu ka vepruar pejgamberi alayhi salatu wasalam. Po ashtu dobi tjetër, vëllezër, është se nuk ka të keqe nëse njeriu shkon dhe i viziton varret natën. Kështu ka vepruar pejgamberi alayhi salatu wasalam, pra natën ka shkuar, ka vizitu varrezat e Bekijës. Po ashtu dobi tjetër është se lejohet që edhe gratë thanë me i vizitu varret. Mirë po e ka një kusht, dhe kushti kryesor i vizitës së varrezave nga ana grave është që ata me ndjek rrugën dhe udhëzimin e pejgamberit alayhi salatu wasalam dhe jo me tepru shpeshtimin varreza, dhe e dyta jo kur shkojnë ata aty me bo pra vepra të pahishme, me vajtu apo me bërtit, sikurse ka ndodhur me pejgamberin alayhi salatu wasalam kur e ka pa një nën duke qëndruar pranë varrit dhe duke çajtur me Zot madh, dhe profeti i Zotit
i është drejtuar asaj dhe i ka thonë, ki sabër dhe duro, dhe ai ka thonë, shiqoj punën tonë se nuk ka goditur ty e çfarë nuk ka goditur mua, pra ajo kishte humbur djalin e vet, pastaj sahabët i kanë thonë se ai që the kështu ishte i dërguari i Allahut Muhamedi alayhi salatu wasalam, dhe pastaj me vrap shkon në shtëpinë e profetit me arsyetu atë veprim, dhe i dërguari i Allahut e tregon pra se thotë se goditja është, sabri është në goditjen e parë, sabri është në goditjen e parë. Pra lejohet për gratë me shku mirë, po jo me bo çuditëra dhe me bo skandale të bëtimës apo edhe të vajtimit, dhe jo me i shpeshtu vizitat e tyre. Dobia tjetër o vëllezër, në këtë hadith shihet edhe edukata e Xhibrilit dhe marrja e Xhibrilit. Pra i ka marrë Xhibrilit alayhis salatu wassalam me hyrë në dhomë, kur Aisha radiallahu anha ka qenë me të dërguarin e Allahut të mbuluar vetëm me çarshaf. Edhe nuk ka hyrë mbrana. Për atë edhe i dërguari i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është veshur shpejt dhe ka dalur prej dhomës së tij për ta çuar në vend urdhrin e Allahut të lartësuar. Dobia tjetër që vret në këtë hadith është edhe mrekullia e pejgamberit alayhi salatu wasalam dhe aftësia e tij që e ka dëgjuar thirrjen e Xhibrilit, ndërsa ata të cilët kanë qenë prezent nuk e kanë dëgjuar. Por sa ai që e kanë dëgjuar ka qenë vetëm pejgamberi alayhi salatu wasalam. Dhe dobia e fundit o vëllezër është se prej sunetit të pejgamberit alayhi salatu wasalam, që kur robi shkon me i vizitu varret, nuk kemi argument se insani duhet me lexu diçka prej Kuranit. Kishte pas apo të kishin pas ndonjë argument se lejohet leximi i Kuranit tek varrezat, i dërguari i Allahut i kishte mësuar sahabët, e kishte mësuar Aishën çfarë më thon. Mirëpo ishte e kundërta. Pejgamberi alayhis salatu wassalam e mësoi Aishën lutje se çfarë lutje më bë. Dhe Aisha radiallahu anha e pyeti dhe i tha: "O dërguari i Allahut, kur të shkoj dhe i vizitoj varret, çfarë më thon?" Tha, me një transmetim tjetër ka ardhur: "Paqja dhe mëshira e Allahut qoftë mbi ju, o ju banorët e këtij vendi, e lutim Allahun për ne dhe për juve falje, së shpejti me lejen e Allahut do të takohemi." Pra kjo është suneti i pejgamberit alayhis salatu wasalam. Secili që shkon dhe i viziton varret e bën këtë lutje dhe këtë dua. Jep selam, këtë lutje dhe këtë dua, edhe pastaj lutet për ta që Allah mi fal dhe Allahu me i mëshiru, dhe jo pra me i ngrit durt edhe me këndu surën Fatiha, apo me lexu apo me këndu diçka prej Kuranit, sepse nuk ka bazë në sunetin e pejgamberit alayhis salatu wasalam. Pra ky ishte mësimi jon për sonte, me shpresë deri në takimin tonë të radhës, kur do të tregojmë edhe dovin e 6 mes pejgamberit alayhis salatu wasalam dhe shokëve të tij sahabëve, sallallahu alaihi wasallam.